Tash në drejtimin e Lumirit dhe të Bedriut, Albini u bë dhe më i fortë. Problemi është që kjo e opozit e ka mirëmbajt krejt shpjegimin e hegemonisë diskursive të Kurtit. Ata e kanë menuar, Fidan, opozitën dhe politikën si biznes. Do me thonë gjithë shka kryet me shërbime. S'ka nevoj me pas iden, s'ka nevoj mu përkushtu ides, s'ka nevoj mu vetë mu hu për iden, s'ka nevoj mu përkushtu për çështjet e njerëzve. Po me nëjtë që midhnohen, se një pjesë këtu në analistave i marrë në emision, me thonë që kanë qenë kontraktun për me mbrojtë opozitën. Kanë qenë kontraktun për me mbrojtë opozitën? E nëse ti dikon e kontrakton për me ta bot ty opozitën, a do të thotë që ti nuk i guxim? Apo është esenca për me rujt një farë raporti që nesër mas nesër me të arë punë me him Albin Kurtin në koalicion. Me dikon që cilën e akuzon për autoritar. Shure, problemi është kështu. Unë nuk jam të thonë që se cili analist është i tillë. Që ka të tillë, besoj që nuk është çështje që jem të e thonë. Për besë me vetë cilin do votu së Kosovës peden këtë punë. Sa është bëhet qartë. Ndoshta risia vetëm është që pe artikuloj. Për ndryshe gjithë pedinë. S'është artikulimi jam si akuzë. Se unë në fakt se kom problemin me këtu nën kontraktorët. Unë me kontraktorin e kom problemin. Kontraktori sot po thot analistat, gazetarët, mediat e kthyn e përcum to aty se nuk e ty bë. Se jona. Se na jena kon shumë kompetent, jena kon ndërshtar të mirëfill. Po këta ju tash akuzat janë te gazetarë, te njerëz që kanë kontraktuar sepse po njën që kanë pagu shumë se kanë marrë shërbimin. Po nuk ka problemi këtu. Kjo është opinioni ju te akuza e opozitës që ne keni humb votat, kanë pagu shumë se kanë marrë. Jo, ata po mendojnë që është. Studio televizive, jo mediat, studio televizive me analista të folë, jo ku bëhet me gazetarë. Nuk mundën as me rrit, as me zvoglu për opozitën. Tash faji këty në është se kur ra Albinin shkurt, disa për ty në dole më thëshin, na thëshin shane Albinin se veç për rretni. Edhe tash e kanë jep një argument, me thonë një tash a e rret. Për ndryshë, as nuk e rritin, as nuk e zvoglojnë. Problemin e ka me kontraktorët. Pse e ka problemin? Ata e kanë menu, Fidan, opozitën dhe politikën si biznes. Do me thonë gjithë shka kryet me shërbime. S'ka nevoj me pas iden, s'ka nevoj mu përkushtu ides, s'ka nevoj mu vetë mu hu për iden, s'ka nevoj mu përkushtu për çështjet e njerëzve. A kanë kauzë opozita? Unë vazhdimisht kom thonë, cila është kauza që e moj men e opozitës? Nuk ekziston ajo. Prandaj, unë mendoj që opozita i ka shërby në shumë forma pushtetit autoritar. I ka shërby? I ka shërby. Për shembull, kur kem folë bashkë për manipulimin e votave në mërgat me post nga LDK-ja. Pa ta thonë, a diku është problemi kësaj? Përveç vjedhjes, është që kur t'ja nis me vjedhë që kjo pushteti autoritar, se për nga karakteri, pushtetet jo demokratike autoritare e manipulojnë votën kur ka nevojë. Kemë nërë si pjesëve sanë të votat edhe të fitoria. Dardi, është problemi më e madhë i Kosovës opozita apo vendosja? Për mu janë e njëjta medalje, dy anë të njëjtës medalje. Ato shkojnë bashkë tash. Na mundëm me shpresu ndryshe. Po që kjo opozit, edhe për fajnë e saj, ja mundësoj Kurtit me qenë maj fort se në 2021. Unë po bëj pak hajgare, po thëmë nështë ardha koha mi këthy Abdullah Hotin edhe Enver Hoxhën, se ata të ngratit i largum nga partit, jo ne, po partit e tyne, se thanë Albini fitoj shumë. Vesh në drejtimin e juve, kjo ka e mundshme. Tash në drejtimin e Lumirit dhe të Bedriut, Albini u bë dhe maj fort. Problemi është që kjo e opozit e ka mirëmbajt krejt shpjegimin e hegemonisë diskursive të Kurtit. Dardi, kjo nuk është aksident që na ka ndodhur. Se njerëz po mendojnë që prapë na ndodhi një farë aksidenti ku me di që aty Lumiri ga bëj pak. Tash e kanë arsutime pse ka ndodhur kjo. Dardi, mas dy intervistave, po. Kanë gabim. Jo, të kallzoj. Pas dy intervistave të fundit ke pas shumë polemika, për shkak ato që përpason aspektin politik, disidencën e ujit përashme që keni pasi PSD-s, ja aktivist kaluar në vendosje. Pyetja është tani kujt pi shërben Dardan Mullisaj me këto qëndrime ndaj opozitës. Unë besoj që Partia Socialdemokrate me shpjegimin e vet i ka shërby bindje dhe veta pikspari dhe gjithë atyne që janë të shqetësuar me modelin qeveris. Për besë në kanë menu ose pak të krisën e i natë me Kurtin, ose pak do dëshira jashtë realitetit. Pra për 5 vite, i vetëmi shpjegim i qëndrushëm i kohës, që është jo 90%, po 100% i sakt, ka qenë shpjegimi i PSD-s. Po t'ish dëgju shpjegimi i PSD-s, po thonë PSD-ja, shpjegimi ti, do të kishim tjetër shpjegim, do të kishim tjetër rezultat, do të kishim tjera rrethana.
Po njerëz kanë thonë, hajtë se janë i dhënu këta me Albinin e për E shtetë. kanë i no, gjithër të në Hajtë se konkurim, po është të vërtet. po dojnë këta me zhduk opozitën e po thonë fiton Albini shumë. Albini shumë, po. Që kjo pyetja akon, kujt pi shërben kjo politika aktuale Darta Mulisa dhe PSD? Që unë po të regoj, unë e besoj që i shërben, mas pari me kuptu të vërtetëm. S'ka kur gjo ma të rëndësishëm, se sa me e kuptu qka është problemi politik në Kosovë. Se ka kuptu alo opozita të vërtetën? Jo, mërë, ata janë vishë të rëshit në mënimin e njëjtë gabun vazhdeshëm. A di qka me në opozita? Që ata kanë pas analizën e sakt, vishë që kanë najtë karshi 100%, se që aty o gabimi. Pro, ata nuk janë halat vetëdeshëm me kuptu, as që ka ndonë në 2021, as 2022, as 2023, as 2024, as 2025, e as në vjetor. A po thu ti shkuptu 14 shkurtis që është ndodhë hisë 28 ditori? Gjosat janë, po që aty është, të gabimi se këqyre. Këta kanë mendu që Albin Kurti ka fitu për shkak të njerëzve të vjetër në politikë, për shkak të Grenelit, për shkak pandemis, për shkak që u bo bashkë me Vjosën, për shkak të asajet kësaj. Edhe thanë, qysh me zvoglu Albinin, për shkak të korupcionit e kështu më radhë. Na tash e shpërfaqim, qysh, edhe Albini ka dohajna. Edhe Albini o prish me Vjosën.